Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Sot së bashku do të ndalemi tek tregimi rreth profetit të shuar Hudi alayhi salam dhe popullit të tij Adit. Rreth sirës historike kemi folur radhën e kaluar. Për profetin Nuh alayhi salam dhe në fund treguam se Allahu i Madhërisht e dënoi popullin e Nuhit sepse nuk u përgjigj ftesës së atij profeti kaq të madh, atij pejgamberi kaq të rëndësishëm në vargun e pejgamberëve të Zotit plot fuqishëm. Lloji i dënimit çfarë ishte? Ishte përmbytja masive. Hudi alayhi salam është nga stërnipat e Nuhit. Zoti i Madhërisht e dërgoi Hudin alayhi salam tek populli i Adit. Populli i Adit ishin prej fisëve arabe të cilët jetonin në Yemen. Shumë bukur. Ata jetonin në Yemen dhe ishin njerëz shumë të fuqishëm, njerëz përparuar në krahasim me njerëzit e tjerë, me fiset e tjera, me popujt e tjerë, saqë arrinin të ndërtonin kështjella madhështore, të ndërtonin një lloj qytetërimi i cili ishte shquar për shtyllat madhështore dhe të bukura, një qytetërim që nuk e gëzonin fiset dhe popujt e tjerë. Mirë po, për çudi, populli i Adit ishte populli që shkuan në adhurimin e idhujve pas disa brezave nga përmbytja e popullit Nuhit alayhis salam. Pra i pari popull që u kthye përsëri në adhurimin e idhujve ishte populli i Adit. Andaj dhe Allahu i Madhërisht e dërgoi Hudin alayhis salam tek populli i Adit. Me çfarë e dërgoi? Me mesazhin hynor, në mënyrë që të tërhiqte vëmendjen, mos adhuroni idhujt. Çfarë i thonte Hudi alayhis salam popullit të vet? Thot Allahu xhalla xhelalu në Kur'an: "Wa ila Adin akhahum Huda. Qala ya qaumi ibudu Allah ma lakum min ilahin ghayruhu afala tattaqun." Dhe ja, në mesin e popullit të Adit, vëllau i tyre fisnor, pra, i cili ishte Hudi alayhis salam, e dërgoi Zoti tek ata dhe u thonte atyre, u drejtonte atyre me këto fjalë: "O populli im, mos adhuroni tjetër kënd përveç Allahut, sepse ju nuk keni zot tjetër përveç Allahut. Afala tattaqun, a nuk keni droje? A nuk përruheni? A nuk keni frikë? A nuk përshkoni drejt devotshmërisë? Devotshmëria vërtet dhe besimi vërtet kur është? Kur njeriu adhuron Allahun, nuk ka pse të adhurohen idhujt. Mirë po ata e përgënjeshtruan. Përveç përgënjeshtrimit u tallen me të. Përveç talljes e poshtruan dhe në çmuan. Mundoheshin si që populli mos ta ndiqte thirrjen e këtij profeti kaq të mirë. Një profet që thirrte në udhëzimin e Zotit. A ka mundësi një profet që fton në thirrjen e Zotit të jetë njëri i keq? Jo. Po ata pse u tallnin edhe ofendonin atë? Sepse ishin vetë të keqin. Sepse ishin vetë të ligj. Ishin njerëz të cilët nuk donin të adhuronin Allahun e Madhërisht, që ishte krijuesi i tyre. Çfarë i thonin Hudit ata? Qalu ya Hudu ma ji'tana bi bayyinatin. O Hud, ti nuk na ke ardhur ne me diçka të qartë. Ndërkohë, Allahu i Madhërisht çdo profet që e ka dërguar me dritë hynore, e ka dërguar me të vërtetën. Është e vërtetë pse? Sepse të gjithë njerëzit arrin ta kuptojnë. Që do të thotë, ata nuk e dëgjonin fjalën e Hudit, nuk i shkonin pas atij, nuk donin të kalonin në adhurimin e një Zoti të vetëm, jo sepse nuk kuptonin të vërtetën, e kuptonin të vërtetën, por u prisheshin interesat e tyre, nuk donin të lenin dëshirat dhe pasionet dhe lakmin e jetës së bote dhe mënyrën se si e kishin ndërtuar qytetërimin e tyre, mënyrën se si e kishin ndërtuar, domethënë, të gjithë jetesën e tyre. Mendonin se Hudi do të bëhej i pari, do të bëhej prisi i tyre, andaj dhe i thonin: "Wa ma nahnu bitariki alihatina an qawlika wa ma nahnu laka bimu'minin." Ne nuk kemi pse ta lëm adhurimin e zotave ton. Pra ata nuk adhuronin një idhuj apo një zot siç mund të pretendonin. Disa prej zotave të tyre. Cilit ishin ato zot? Zot të rrembët të vërtet. Në radhë të parë Zoti është një. Nuk janë disa. Dhe e dyta, të
Të gjithë ato që pretendojnë sikur janë gjoja zotër të ndryshëm janë të kotë. Pse? Nuk ka mundësi të ketë zot tjetër përveç Allahut. Vetëm Zoti është krijuesi ynë. Vetëm ai është furnizuesi ynë. Vetëm ai rregulloi këtë univers. Vetëm ai e krijoi këtë gjithësi. Andaj dhe njeriu me logjikën e tij të shëndosh, me arsyeën e tij të mirë, shkon gjithmonë me natyrshmërinë e pastër që ka në adhurimin e një Zoti të vetëm, i cili është Allahu. Andaj dhe ata i thonin, ne nuk do të ndjekim ty. Nuk kemi pse ta lëm adhurimin e zotave tam. Dhe prandaj rrjedhoja e kësaj është se ne nuk do të besojmë ty. Flit sa duash o Hud. Eja me fjalë nga më të ndryshmet, mundohu, lodhu, ne nuk do të besojmë. Faktikisht disa prej tyre besuan, por ishin shumë pak në atë numër të madh të popullit të Adit. Mirë po e çuditshme ishte se përveç kësaj, Hudi alayhi salam e ftonte popullin e tij të besonin dhe ditën e gjykimit. Ne e dim shumë mirë që Zoti na krijoi në jetën e kësaj bote, të jetojmë këtu, por kjo botë nuk është fillimi dhe mbarimi i ekzistencës. Ka diçka përpara kësaj bote dhe ka diçka pas kësaj bote. Që do të thotë, njerëzit që jetojnë në këtë botë, patjetër do të ringjallen në një botë tjetër, që është bota e ahiretit, është dita e gjykimit. Pse është dita e gjykimit? Kush më përgjigje? Po. Se do të gjykohem para Allahut. Do të gjykohemi përpara Allahut. Për çfarë? Pra do t'japim për veprat tona, pra do t'japim llogari për gjithçka që kemi vepruar në jetën e kësaj bote. Ashtu dhe Hudi alayhi salam ju drejtoi shpesh herë popullit të vet duke i thënë: O populli im, adhuroni Zotin, adhuroni Allahun xhelle xhelalu, mos i shoqëroni atij shok, sepse do të vdisni dhe do të ringjalleni edhe një herë tjetër për të dhënë llogari përpara Zotit plotfuqishëm. Edhe ai do t'ju pyes, pse keni adhuruar idhuj të ndryshëm dhe nuk më keni adhuruar mua? Mirë pa ta prap nuk donin ta besonin. Çfarë thonin? In hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'uthin. Nuk është gjë tjetër. Populli i Hudit alayhis salam, populli i Ad, pra, ja kthen xhevapin, ja kthen përgjigjen Hudin me këto fjalë. Dëgjoni me vëmendje. Thot, nuk është gjë tjetër vetëm se jeta kësaj bote. Mos u lodh, mos u mundo të na mbushësh mendin se gjoja pas ka një botë tjetër ku ne do të ringjallemi. Përkundrazi, ne do të vdesimi dhe do të kthehemi prap në këtë botë. Ishte një lloj besimi në popullin e ato besonin, pra populli i Adit në kohën e Hudit alayhis salam, sikur ata do të vdisnin. Shumë shekuj më pas, shpirtrat e tyre ktheheshin dhe një herë tjetër në trupa të ndryshëm, pra ktheheshin dhe riktheheshin dhe një herë tjetër në jetën e kësaj bote. Këte besonin, ndërkohë që nuk kishin argument dhe përgënjështronin ringjalljen e tyre përpara Allahut xhelle xhelalu në ditën e gjykimit. Dhe në fund i thanë çfarë? Wa ma nahnu bimab'uthin. Ne nuk do të ringjallemi ashtu sikur gjoja po na tregon, apo ashtu sikur gjoja po na flet ti o Hud. U mërzit Hudi alayhis salam. Pse u mërzit Hudi? Nga sjelljet e popullit. Nga sjelljet e popullit të tij. Nga fjalët e tyre, nga tallet e tyre, nga përçmimet, nga nënçmimet. Imagjinoni një njerëz të mirë, i cili mundohet për të mirën e njerëzve edhe shpërblehet nga njerëzit me fjalë të këqija, me vepra të këqija, me gjëra të cilat nuk janë prej etikës së një njeriu, nuk janë prej etikës së një besimtare, pa ato nuk ishin fare besimtar. Përveç kësaj, Hudi alayhis salam donte thjesht nga ana e arsyes së shëndosh, nga logjika që një logjik që Allahu i Madhërisëm i dha një dhuratë krijesave të tij, njerëzve, të ndryshon, të ishin ndryshe nga kafshët. Kafshët logjikojnë? Jo. Sa ashtu i krijoi Zoti. Ata jetojnë në formë të instiktit, kurse njeriu ka arsye të shëndosh, ka logjik në mënyrë që të kuptojë veprimet e veta. Pikërisht këtu, Hudi alayhis salam, çfarë i tha popullit të vet? E tu gjadiluneni fi esma'in semmejtumuha, ju po polemizoni me mua, po bëni debat për disa emra që vet i keni emërtuar. Çfarë ishte gjithë kjo? Populli i Adit, pra ishte populli i parë pas tufanit, pas përmbytjes masive në kohën e Nuhit alayhis salam, për të parën herë populli i Adit ishte ai që filloi të adhuronte idhujt. Mirë po jo një idhull, por disa puta dhe disa idhuj bashkë. Secili prej tyre, domethënë, kishte
si pantizonte dhe adhuronte një idhull. Disa të tjerë një idhull tjetër e kështu me radhë. Atëherë Hudi çfarë i tha atyre? A i keni ndërtuar vetë të idhuj? Ata thonin po. Po në fund a i keni emërtuar vetë këta idhuj? Do thotë vetë i e vendose emrin. E ndërtove me duart e tua, e vendose një emër sipas dëshirës tënde dhe në fund fare shkove dhe adhurove. A është kjo prej arsyes së shëndosh? A është kjo prej logjikës së shëndosh që diçka që është produkt i dorës tënde shkosh dhe ta adhurosh atë? Jo, kjo nuk është nga arsye shëndosh. Nuk është nga arsye shëndosh. Nuk ka pse tjetë nga arsye shëndosh. Pra, Hudi alayhi salam u mundua që t'i tregonte popullit të tij, Adit, parimet e logjikës, parimet e mendjes. Është e papranueshme me logjikën e shëndosh. Arsye e mirë nuk e pranon kurrë diçka që ti vetë e prodhove, diçka që vetë e bëre, madje i vendoset një emër që do të thotë, ai vetë nuk e krijuar dot. E ka krijuar dikush tjetër, e ka prodhuar dikush tjetër. Madje as emrin nuk ja vendosi dot vetes së vet. Shikoni se i pafuqishëm është. Me këtë fjalë u drejtua Hudi alayhi salam popullit të tij. Çfarë bëri populli i tij? Nuk e besuan. Vetëm kaq? E përgënjeshtruan, vetëm kaq? Ja, nuk e mashtruan, bën diçka tjetër. E nënçmuan, vetëm kaq? U tallën me të, vetëm kaq? E përqeshën atë. Pra, u munduan të vinë me lloj-lloj fjalësh, me lloj-lloj veprimesh, derisa Hudi të dorëzohej. Për një njeri që e ka dërguar Zoti fuqiplot, nëse lodhet, mendon se kjo lodhje do ta zbraps atë? Mendon se kjo lodhje do ta bëj të tërhiqet pas? Jo. Personi i cili është dërguar enkas për popullin e tij, nga vetë Zoti plot fuqishëm, ka një mision, ka një mesazh për ta përçuar tek njerëzit. Do të lodhem deri në frymën e fundit të jetës sime. Andaj dhe ne si besimtar, andaj dhe ne si musliman, duhet i përngjajmë këtyre profetëve të mëdhenj, të cilët i ka përmendur Allahu i Madhërisëm në Kur'anin famëlart. I ka përmendur që ne thjesht të dëgjojmë, të lexojmë rreth ngjarjeve, ndodhive, rrëfenjave, tregimeve, historive të ndryshme që kanë ndodhur në kohën e tyre. Jo, nuk është kaq e thjeshtë çështja. Pse ne i lexojmë historitë e tyre? Pse ne dëgjojmë rrëfenjat rreth tyre? Përse? Sepse duan ta dim në atë edhe duhet si të them, që të marrim mësim. Kjo është e gjitha. Të marrim mësim. Një musliman dhe një besimtar, si arrin të marrë mësim nga historia e Hudit alayhi salam? Nëpërmjet Kuranit, por në cilën formë? Po flas për formën dhe jo ku ndodhet. Ne e dimë që është në Kuran. Shumë mirë. Duke i studiuar dhe më pas, duke u munduar që të gjitha ato parime të shëndosha t'i veprojmë dhe realizojmë në jetën tonë përditshme. Ashtu sikur Hudi alayhi salam nuk u lodh asnjëherë që të ftonte popullin e tij në udhëzimin e Zotit fuqiplot, ashtu dhe ne nuk kemi pse të ankohemi se gjoja po lodhemi. Përkundrazi, do të jemi më tepër impulsiv, do të jemi më tepër aktiv, do të jemi më tepër njerëz të cilët lëvizin në shërbim, jo thjesht të vetvetes së tyre, në shërbim të shoqërisë, sepse ne e dim fare mirë, Zoti kur çon një mesazh hynor, ai mesazh hynor është dritë hynore, është dritë nga Allahu xhalla xhelalu dhe drita nuk zbret vetëm se për profetët, për njerëzit, në mënyrë që njerëzit të ndriçohen. A nuk don ti? Enes, thuaj të vërtetën. Don apo jo që njerëzit e tjerë të ndriçohen? Po. Atëherë çfarë ke bërë ti që të ndriçohen njerëzit e tjerë? Çfarë keni bërë ju të gjithë që njerëzit e tjerë të ndriçohen ashtu sikur ka ndriçuar Zoti juve? Do të përçoni dhe do të kumtoni mesazhin hynor. Do t'i ftoni njerëzit tek rruga e Zotit. Ka shumë prej njerëzve të cilët nuk do t'ju dëgjojnë. Nuk do ju respektojnë. Madje edhe mund të përgënjeshtrojnë, por ne dim fare mirë që ka qenë profet të mëdhenj përpara nesh, ne jemi njerëz të zakonshëm, kemi profet të mëdhenj me qindra vite duke ftuar popujt e tyre në adhurimin e një Zoti të vetëm dhe së fundi shumë pak prej tyre besuan. Atëherë çfarë ndodhi me Hudin alayhi salam? Hudi i tha, shikoni o njerëz, po ju ftoj në rrugën e një Zoti të vetëm.
në rrugën e krijuesit të vetëm, në rrugën e të vetmit që meriton të adhurohet, ai është Allahu i plot fuqishëm. Nëse ju nuk dëgjoni, dijeni se një dënim i dhemshur do të zbresë nga Zoti. Një dënim i madh, një dënim që nuk mund të shpëtojë askush i cili nuk e beson Zotin. Çfarë bën ata? U tallën përsëri. A thua me të vërtetë se tek ne do të zbresë një dënim? A thua me të vërtetë se këto fjalë janë të drejta dhe të vërteta o Hud? Shko me ata. Largohu prej nesh. Nuk e pse të jetosh në mesin ton. Mos eja më me këto lloj gënjeshtrash. Mos eja më me këto lloj fjalësh të cilat jo vetëm që nuk janë të vërteta, por faktikisht je duke na rënduar jetën tonë. Ne kështu duam të jetojmë. Të adhurojmë idhujt dhe nuk kemi pse të adhurojmë një Zot të vetëm, ashtu sikur gjoja e tij po pretendon. Hudi alayhi salam, i dëshpëruar, i mërzitur nga kjo sjellje arrogante e popullit të vet, nuk ishte gjë tjetër vetëm se ti lutej Allahut subhanahu wa taala për udhëzimin e tyre, mirë po ja që Zoti i Madhërisëm kur e din shumë mirë që disa prej krijesave të tij nuk e meritojnë udhëzimin, atëherë çfarë ndodh? Allahu do dërgojë dënimin. Dhe Hudi mori një mesazh nga Zoti, që të tregonte popullit të vet së shpejti do të vijë dënimi. Atë dënim që ju e përgënjështruat, atë dënim që ju nuk doni ta dëgjonit, atë dënim që mendoni se nuk do të vijë asnjëherë, shumë shpejt do të vijë. Ata filluan përsëri të talleshin me Hudin alayhi salam. Filloi dënimi. A e dini se si ka filluar fillimi i dënimit në kohën e Hudit alayhi salam, pra tek populli i Adit? Fillimisht Zoti ndërpreu rreshjet, ndërpreu shiun të zbres nga qielli. Ata e marrin e morën fillimisht si diçka domethënë jo serioze, jo. Mundet 5 muaj, 6 muaj, ja dhe një vit mundet mos bi fare shi. Por shiu prap do të bi sepse është diçka natyrore, domethënë derisa vazhdimisht kemi parë të bie shi, do të durojmë pak dhe do të bi shi. Por kaloi edhe një vit tjetër. Kaloi edhe një vit i tretë, kaluan disa vite dhe shiu nuk po binte. Atëherë disa prej tyre filluan të ndjenin se ka diçka. Filluan të kuptonin se vërtet ndoshta mund të vinte një dënim, ndoshta ky njeri që ne u tallëm me të, ndoshta ky njeri që ne e përgënjështruam atë, ndoshta ky njeri që ne çfarë i bëri popullit të Adit? E nënçmoi profetin e tyre, ndoshta mund të ketë thënë të vërtetën. Mirë po në këto momente vjen një re e madhe dhe e zezë. Dha filloi shpresa e njerëzve, shpresa për shi, dhe jo shpresa për besim, shpresa për shpëtim, për shpëtimin e jetën e kësaj bote, dhe jo shpresa se do të shpërblehen nga Zoti i tyre kur të ringjallë edhe një herë tjetër në ditën e gjykimit. Dhe e përgënjështruan edhe një herë tjetër, dhe u tallën poshtu me Hudin alayhi salam dhe thanë: "Ja, shqyr erdhi kjo re. Erdhi kjo re dhe së shpejti do të bie shi." Mirë po Allahu i Madhërisëm bëri që kjo re të ishte fillimi i dënimit të madh të këtij populli, të populli zullumqar, të popullit pa drejt, të popullit që adhuronte idhujt, dhe Hudi alayhi salam ju drejtua atyre me këto fjalë: "Dëgjoni o popull, kjo re nuk ka ardhur si për jush në mënyrë që të bie shi, të bien ato rreshje ku toka do të rigjallërohet edhe një herë tjetër." Pse tha do të rigjallërohet toka edhe një herë tjetër? Sepse kopshtet dhe pemet ishin tharë, nuk ishte më gjallëri bimësh, njerëzit vuanin, njerëzit rënkonin, dhe shumica e tyre nuk e çonin ndërmend se kjo ishte pasojë e veprave të tyre. Që do të thotë, njeriu kur bën keq, mund të gjejë të keqen fillimisht në jetën e kësaj bote. Mund të jetë e pjesërishtme ose e plot. Në popujt e mëparshëm, në historitë dhe ndodhit e profetëve të mëdhenj, Allahu xhelle xhelalu i ka dërguar atyre dënim përkatës. Andaj i tha Hudi alayhi salam: "Mos mendoni se do të bijë shiu në mënyrë që ju të begatoni. Jo, ky është dënim nga Allahu xhelle xhelalu." Ata përsëri e përgënjështruan. Nuk ka mundësi, sikur kanë ardhur re të tjera, edhe kjo re do të lëshoj rreshje, do të lëshoj shi dhe ne shqyr do të fillojmë të rigjallërohemi në jetën tonë. Por erdhi një erë e madhe. Erdhi një erë e madhe, një furtunë, bashkë me rreshjet që nuk ishin normale, po ishin domethënë dënim nga Allahu xhelle xhelalu, kur ata u munduan të shpëtonin, dridhej toka poshtë tyre, derisa të gjithë ata u munduan të futeshin në shtëpiat e tyre,
të futeshin në fortesat e tyre, të futeshin në vendbanimet e tyre, por Allahu Gjelle Gjelalu shumë shpejt i vendosi të gjitha këto dukuri natyrore në shërbim të drejtës së Allahu Gjelle Gjelalu, pra adhurimin pra një Zotit të vetëm, edhe fjalës që vazhdimisht Hudi alayhi salam u tërhiqte vëmendjen atyre, derisa brenda disa ditëve askushi nuk shpëtoi nga populli i Adit për atyre që përgënjështruan Hudin alayhi salam. Të gjithë vdiqën, disa rrugëve, disa në oborret e tyre, disa të mbyllur brenda në fortesat e tyre, disa nga rreshtet e mëdha, nga shiu i rrebeshëm, apo nga shtëpiat që shembeshin sipër kokave të tyre. E rëndësishme është që të gjithë ata njerëz të cilët përgënjështruan Hudin alayhi salam vdiqën dhe u mbytën që të gjithë. Kush shpëtoi? Hudi si profet dhe besimtarët që ishin të shumët apo të pakët? Andaj dhe ne lusim Allahun Gjelle Gjelalu të jemi nga besimtarët me besim të fortë, nga besimtarët me besim të shëndosh, të vdesim si musliman dhe të ndjekim rrugën e Hudit alayhi salam dhe profetëve të tjerë që ka dërguar Allahu subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh